Cilin do të zgjidhje ti nëse do ishe tani në divan? Do jetë e vështirë se kë do ndjekësh. Nuk mund të t'i ndaj, janë dy miqtë e mi të zemrës, janë dy miqtë e mi më të mirë. Ronaldo për shembull, për ato që nuk e njohin, është një ndër gazetarët më të lexuar në Shqipëri, padyshim. Ndërkohë që Osmani ka për shembull një zel të jashtëzakonshëm për të marrë me kauza sociale. Por edhe si shok nuk di t'i ndaj dot. Mund ta kisha edhe më të lehtë përgjigjen sepse nuk kisha nevojë të ndroje kanal se shpeshherë mund t'i gjesh në të njëjtin kanal. Mund t'i gjesh në News 24 të dy. Blendi Fevziun apo Grida Dumën? Varet nga tema, Grida Dumën. Adi Krastën apo Ardi Xhebrean? Gjithmonë Adi Krastën për atë çfarë jep në ekran. Unë mendoj që gazetarët e kalibrit dhe moderatorët e kalibrit Adi Krasta dhe Ardi Xhebrea nuk mjaftohet vetëm për të dalë në televizionin Klan ose në Syri për të dhënë një emision dhe për të shkuar në shtëpi. Kanë detyra morale ndaj shoqërisë shqiptare dhe në rastet kur shoqëria shqiptare është në krizë, në rastet kur kombi është në krizë, nuk duhet të heshtin ose të bën palë me të keqen, siç fatkeqësisht janë bërë palë disa herë artist, gazetar me të keqen në Shqipëri. Mes Loriana Lalës dhe Artan Hoxhës do ta dëgjoja me shumë dëshirë Loriana Lalën. Big Brother VIP? Më kanë nxjerrur dy gjëra që unë s'kam parë kurrë. Domethënë, unë nuk e shoh as seriale turke, as Big Brother VIP. Për këtë kam dëshmitar shoqërinë time të ngurë që e di se çfarë shikoj. Do zgjidhja të shikoj lajme apo një film? Ja, padyshim do zgjidhja të shikoj një film.